Policia e Kosovës në veri, do të dim edhe këtë fakt, e përbërë kryesisht nga komuniteti serb, nuk pranon të raportoj apo nuk pranon të shkruaj raportet me logon e Republikës Kosovës. Pra, Policia e Republikës Kosovës nuk e njeh Republikën e Kosovës. Se sa është në kontroll, apo sa funksionon zinxhiri komandues në veri, tregon edhe fakti se komandanti i policisë në Zveçan, ndaj të cilit ka kallëzim penal, nuk i përgjigjet këtij zinxhiri. Në të njëjtën kohë ka kallëzim penal ndaj tij për kontrabandë dhe krim të organizuar, në të njëjtën kohë ajo shtron detyrën e komandantit të policisë së Kosovës në këtë stacion. Pra, se sa funksionon ky zinxhir dhe sa është në kontroll situata atje, le ta dim se nuk zbaton urdhëresat e mos lejimit të targave të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, me inicialet e qytetit të Kosovës. Atje qarkullojnë targa të lëshuar nga Serbia dhe nuk lejohen targa të Republikës Kosovës apo targa të vjetra KS. Madje, nëse një vetur nga jugu tenton të kalojë në veri me targa të Republikës Kosovës apo me targa të KS të vjetra, nga Policia e Kosovës, me urdhër politik, dhe në preferencën e tyre hiqen targat si kusht për të kaluar në veri. S'ka se si tjetë ndryshe siguria në nivel përdesa mekanizmi kryesor përgjegjës për sigurinë publike, Policia e Kosovës vazhdon të jetë e papërkrahur dhe pa stimuluar nga udhëheqja saj hierarkike dhe politike. Përdesa në krye të kësaj policie gjendet një ministër kaq i papërgjegjshëm. Përdesa në këtë polici apo më këtë polici drejton një drejtor i përgjithshëm, i cili deri para 3 vitesh ishte i dyshuar dhe hetuar nga Inspektorati i Policisë Kosovës, hetimin ndaj të cilët urdhruan të pozullohen me urdhër politik. Përdesa në këtë polici udhëheqin njerëz që janë të përmendur edhe në afera të ndryshme krimesh, si në rastin e Vllasës, siç është drejtori rajonar i policisë së Prishtinës. Përdesa me këtë njësi apo me njësinë e hetimeve të krimeve të rënda në rajonin e Prishtinës, udhëheq një toger, natyrisht si ushtrues detyre, i cili në kohën e sundimit serb në Kosovë plagosi një shqiptar në qendër të Prishtinës dhe u liruan nga policia e Serbisë pas 24 orëve, viktima të cilët edhe sot gjendet në gjendje paralize në Prishtinë. I njëjti oficer përfiton nga biznese të dyshimta. Përderisa fenomeni UD, ushtrues detyre, mbizotron në polici, është kthyer në mjet shantazhi ndaj oficerëve të policisë, si për shembull. Nëse marrim shembull vetëm rajonin e policisë së Mitrovicës, me UD janë drejtori rajonal, shefi operativës, komandanti NJMEOS i njësisë speciale, komandanti trafikut, komandanti stacionit Jug, komandanti stacionit Veri, komandanti stacionit Skënderaj, etj. Në zinxhir komandues të këtij rajoni. Por ky fenomen nuk është vetëm në rajonin e Mitrovicës. Fenomeni UD vazhdon të jetë si mjes shantazhi tash 3 vite në policinë e Kosovës si kërcënim që në rast të mosdëgjueshmërisë së tyre ndaj politikës dhe udhëheqjes, ata mund të shkarkohen, eventualisht të mos emërohen apo të zyrtarizohet detyrat e tyre përkatëse. Ky fenomen është evident edhe në rajonin e Prishtinës, pothuajse në të gjitha rajonet e Kosovës. Ky fenomen është edhe në rastin e ushtruesit detyre të policisë, të drejtorit përgjithshëm të policisë Kosovës, i cili në një moment të përshtatshëm për politikën u shkarkua pa asnjë arsye, i cili sot gjendet në këtë sallë si kolegi yni. Asnjëherë nuk u dha arsyet për shkarkimin e tij e këtij ushtruesit detyre, sepse përdesa ishte UD, ishte e lehtë edhe shkarkimi dhe shantazhimi i tij. Po ashtu, UD ishte edhe një nga udhëheqësit dhe drejtorët e policisë ndër më të mirët, ndër më efikasët në luftimin e krimit, i cili jo që u shkarkua, por u arrestua nga policia e Oleksit, duke shkelur mbi moralin e policisë së vendit me rastin e tentimit të arrestimit të tij në zyrat e institucionit ku punonte. Nga ana tjetër, politikat inferiore ndaj policisë së Oleksit dhe strukturave ilegale në veri, nga ana politikës së kësaj qeverie, krijojnë situata kur as policia e Kosovës edhe as policia e Oleksit nuk ndërhyjnë dhe nuk guxojnë të ndërhyjnë në asnjë rast qoftë dhe ordiner me operacionin e veri para se të informojnë strukturat serbe atje. E në anën tjetër, e Oleksi merr kuraja të ndërhyjë për arrestimin në zyrat e drejtorisë rajonale të Prizrenit për të arrestuar drejtorin rajonal pa e njoftuar as edhe ministrin, i cili së paku është deklaruar se nuk dinte gjë. Kjo ngjarje e tillë
ka prodhuar pasiguri më shumë dhe arrestimi dhe akuzimi i tij dhe i grupit të quajtur të tij për gjoja krime lufte demotivon gjithë qytetarët e Kosovës dhe gjithë policinë e Kosovës, të cilët e duan Kosovën të qetë dhe të sigurt. Fenomenet e tilla, qoftë edhe ato si ushtrues detyre të ngjashme, e mundsojnë kontrollin mbi të emëruarit e përkohshëm dhe krijimin e një rrjeti të kontrollueshëm në polici. E theksoj, krijimin e një rrjeti të kontrollueshëm në polici. Për këtë tendencë të sabotimit të policisë dhe tendencës për të krijuar rrjet kriminal në kuadrin e kësaj, është përgjegjës udhëheqja politike e saj. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kurse përgjegjës për anarki dhe prodhim të politikave të tilla stagnuese, vazhdon të jetë ai i cili udhëheq me ministrinë e branshme të Kosovës. E gjithë kjo anarki e krijuar në policinë e Kosovës dhe në sigurinë e Kosovës, nga menaxhmenti politik i qeverisë Kosovës dhe i gjithë ky sabotim, sundim të ligjit në Kosovë, nga individ të saktuar në kuadër të udhëheqjes së policisë Kosovës, ka prodhuar një pasiguri publike shtetërore në vend që të ishte e kundërta. E gjithë kjo, jo për fajin efektiva të policisë, jo për fajin e policëve dhe shumicës e oficerëve të devotshëm të policisë Kosovës, të cilët rrezikojnë jetrat e tyre për të siguruar vendin dhe qytetarët e saj, po për fajin e një grupi politiko-mafioz në udhëheqje të policisë dhe mbite. Një gjendje e tillë së paku ka shkaktuar mos efikasitet të luftimit të krimit në Kosovë, ku qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos jenë të mbrojtur nga kriminalet, të cilët veprojnë si në një arenë të lirë për krim. Prandaj zotërinë qeveritar. Para se të tentohet që policinë ta bëni partnere të shkeljes së ligjeve, duhet me urgjencë të heqni dorën nga ndërhyrjet politike dhe partijake mbi ta. Para se të tentoni që t'i keni në thonjza njerëzit tuaj në pozita udhëje apo kur të qofshin ata, apo në hierarkinë e policisë si të atashuar të politikës e të politikanëve në polici, heqni dorën nga tendencat për ta Vazhdoni e pak, regjia. Ju nuk keni të drejtë as mandat që të përdorni policinë, edhe policia e Kosovës është institucion i vendit, jo pronë në duart e pushtetarëve. Para se të jeni përgjegjës, ashtu siç edhe vërtet jeni, ju duhet të ishit të përgjegjshëm dhe të edukuar për rolin që ka një polici në një shoqëri demokratike. Para se të jeni argat dhe të ankoheni për punët që i bën tani më EULEX-i kundër jush, forcojeni policinë e Kosovës, mbështeteni atë, bëjeni FSK në ushtri dhe bashkëpunoni me Bashkinë Ndërkombëtare dhe me NATO. Faleminderit. Faleminderit.